Në kafenë e bluar Kafe Monaco, 400 gram është gjetur prani e nivelit të lartë të substancës akrilamid. Sipas njoftimit të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë, më 31 dhjetor 2025, produkti është me origjinë nga Kosova, ndërsa eksportuese është kompania Devoli Corporation. Alarmi është ngritur përmes sistemit të alarmimit të shpejtë për ushqim dhe ushqim për kafshë. AOV bashkë me institucionet përkatëse po ndërmarrin veprimet e nevojshme sipas ligjeve në fuqi. Detaje konkrete për masat e ndërmarra nuk janë dhënë. Akrilamidi është një substancë që formohet gjatë proceseve të përpunimit termik të ushqimeve me bazë bimore, si drithërat dhe patatet. Sipas administratës amerikane të ushqimit dhe barnave, kjo substancë është lidhur me rrezik për shëndetin në doza të larta. Edhe pse nuk ka prova të qëndrueshme për ndikimin e saj në shkaktimin e kancerit të njerëzit nga konsumi i ushqimit, institucionet ndërkombëtare konsiderojnë akrilamidin si një shqetësim për shëndetin publik. Shënjestër ka tentuar të kontaktoj disa herë kompaninë Devoli Corporation përmes telefonit, por ata nuk kanë qenë të qasshëm gjatë së premtes. Mirëpo në një reagim të publikuar, kompania pretendon se janë të pavërteta lajmet që në produktin Prince Cafe është gjetur një substancë pa lejueshme, ani pse nuk ofron kurrfar fakti që e rrezon njoftimin e AOV, institucion shtetëror. Shënjestër.net